Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Unë quhem Majlinda, për ju që po më shikoni për herë të parë, kam rastisur, edhe nëse keni dëshirë mund të bëni një subscribe në kanalin tim. Dhe ju që më shikoni gjithmonë, ju falenderoj shumë, sepse dini ju që unë nuk kam bërë video kaq sa duhet, kështu që faleminderit që qëndroni me mua. Si që shikoni, si që keni parë paka shumë nga video e fundit, një spoiler që i kisha vendosur, si që të shikoni nga titulli besoj i kësaj videos, edhe brapa meje, jemi zhvendosur, kemi ndruar shtëpi, edhe jam shumë e lumtur, sepse do ta shikoni, nuk e di sa herë mbase e kam thënë dhe të filmimit që kam bërë, që jam më afër, shumë më afër punës dhe shkollës fëmijëve se sa kam qenë atje. Edhe zona është shumë herë më e mirë, jo që ajo ku ishte e keqe, ishte zonë shumë familjare, shumë s'kemi parë ose dëgjuar ndonjë gjë shqetësuese asnjëherë për kaq kohë sa ishim atje, por këtu është akoma më mirë, kështu që jam shumë e lumtur dhe shumë falenderuese për të madhin sot. Unë kam filmuar pjesë za gjatë gjithë kohës, edhe po rregulloja pak flokët, balukët, do me thënë se flokët thjesht i kam kapur këtu tuq. Edhe thash, sepse duhet të bëj një unboxing që duhet ta kisha bërë dhe sot është e mërkurë, duhet ta bëj sot dhe të mundohem ta editoj në tarë që ta postoj. Do editoj për Instagramin besoj, për shkak se link është një mas shumë e bukur, në zipres që ta përpoj ta mbaj. Edhe thash me që bëra dhe u zgjova më herët se sa kam kohë do me thënë. Thash po bëj një hapje tamam për YouTube-in tim të dashur që tani e di që vërtet të kem më shumë kohë që një tjetër alarm. Të kem më shumë kohë që të filmoj edhe të bëj video, sepse kam më shumë hapësirë ku të vendos telefonin për të filmuar. Nuk e di, shtëpia tjetër nuk ka qenë fare praktike dhe as e preferuar, por ku kam më shumë vend ku të lej telefonin dhe nëse jam duke bërë diçka, nuk më duhet patjetër të vendos ring lightin që të filmoj, kështu që kjo do ta bëj besoj shumë më të lehtë, sidomos kuzhina njerë është super për këtë gjë. Kështu që nuk po zgjatem më, po ju lej që të shikoni gjitha filmimet që kam bërë. Nuk do ketë një home tour tani shpejt, mbase do ketë shumë vonë ose mbase do tregoj pjesë domat që do përfundohen, dhe mbase s'do ketë një home tour hiç, vetëm nëse kërkoni, por që ju kam treguar aka shumë kuzhina është e përfunduar. Edhe të tjera do bëhen avash. Kështu që, jep, jemi zhvendosur dhe po ju lej që të shikoni çka kam filmuar. Kemi paketuar edhe sa janë andej. Edhe pemën e vum, e hoqëm prap, të vendosim prap, sepse po ndërrojmë shtëpi. Është një rëmuj që nuk e di, prandaj kam munguar sepse kam qenë shumë e zënë duke paketuar gjërat. Si që shikoni kam masakruar thonjt, sepse kam sistemuar gjithë kohën, edhe kam marrë një pakuj që me zi pres ta hap, po ku ta bëj unboxing, kështu si është bërë shtëpia, nuk e di domethënë. Kam paketuar shumicën e gjërave, po nuk kanë të mbaruar. Sa kam hedhur gjëra që si përdorim kurr. Edhe është gjuna, me thënë të drejtën, sa gjëra blejmë kot, është realisht gjuna, por it is what it is. Kështu që do zhvendosemi, jemi më afër shkollës dhe punës më në fund, se na ishte për kjo rruga, o zoti i madh. Por jam ankuar dhe nuk duhet të ankohemi, sepse aq si kosa kemi shëndetin, çdo gjë tjetër është e menaxhueshme, kështu që
Nuk kam filmuar sepse nuk kam patur kohë, kam ardhur shumë vonë nga puna në shtëpi dhe jam marrë vetëm me sistemime me duke futur gjërat nëpër valigje, çanta e çdo gjë, sepse ishte më pak se një javë kohë, sepse vendosëm që të shkojmë atje, kështu që u bë kështu bam bam. Edhe po, sot është e njëjtë. Besoj që të shtunën në darkë të flejmë atje. Nuk është të rregullojmë avash nga brenda, lyerjet ose gjërat që duam ne, kështu që mbase nuk do keni një home tour shpejt mbase, por që shpresoj se tani kam më shumë kohë. Domethënë në mëngjes nuk duhet të dal kaq herët, në darkë kthehem më herët, kështu që besoj që do kem më shumë kohë të filmoj. Shpresoj. Se deri tani ja kam lënë kohës që nuk filmoj shumë, nga domethënë gjithë gjërat që bëjmë, por do përpiqem të bëj më të mirën. Anyway, kam edhe shumë gjëra për të bërë. Nuk se si më duket, domethënë unë filmoj këtu edhe jam duke parë vërdall, sepse janë gjërat gjithandej. Por yes. Thash të ulem t'ju flas dhe t'ju tregoj se lash nam. Kështu, janë shumë gjëra për të bërë, kur të shkojmë atje edhe këtu. Edhe nesër e kam marrë pushim nga puna, sepse duhet vi inxhinieri gazit që të rregulloj ca gjëra ku dëgjon ç'a duhet bëj, por që të kemi ngrohje domethënë të shtunën edhe në vazhdim. Edhe ujin e çdo gjë. Edhe kështu, dhe me që e kam marrë pushim, sepse ata... A je okay, Alina? Dëgjova ca të kollitura. A je okay, mami? I kam lënë dhe këta të shohin televizor, se nuk e di domethënë. Po gjëna tankojmë se ja kanë dalë shumë mirë, me gjithë këtë largësi që kemi pasur. Edhe qa po thoja unë, se harova... Po, që ata të lenë kështu, nuk është të lenë një orar fix kur do vinë për të rregulluar gazin, kështu që do mundohem të pastroj ndonjë dritare, ndonjë gjë, mbase të sistemoj disa gjërat e kuzhina, t'i heq qafe, edhe kaq, do mundohem nesër, kështu që jam shumë e zëmë. Si zonë është zonë shumë e mirë, atje ku do shkojmë. E kemi lumin shumë afër, mbi të gjitha punën edhe shkollën e kemi shumë afër se që kishim këtu, ku jemi tani, edhe se bëm një xhiro kur pam dhe shtëpinë andej. Edhe është shumë mirë, thjesht ka shumë gjëra normalisht për tu rregulluar ngadalë, gjëra për tu blerë, po që avash, në fund të fundit një shtëpi do ushqim, gjumë edhe dashuri, për mendimin tim. Edhe po janë këto të treja, të tjerat vinë avash rregullohen. Po pavarësisht se mua nuk më pëlqen rrëmuja, edhe do mundohem të sistemoj sa më shpejt, po janë shumë gjëra, kështu që do më duhet kohë. Gjithsesi, ne kemi dhe 2 javë shkollë pas kësaj, në datë 17 apo 19 sa I bie premte kur mbarojmë ne. Kështu që janë pak ditë deri për Krishtlindje që të merremi me ndonjë gjë. Po nuk e di, thjesht të shkojmë një herë andej, si thotë Erioni, të shkojmë një herë, pastaj shikojmë. Erdha unë te shtëpia që thoni ju, sepse po pres ato të gazit. Ka një dritë dielli gjithandej, por nuk është se do ju filmoj tani, se nuk ka ndonjë gjë, ka vetëm çantat që kanë sjell, edhe është për t'u lyer. Kështu që po përtoj që t'i futem punës, se nuk e di nëse kanë rregulluar ujin e ngrohtë akoma. Do mundohem të marr ndonjë gjë që nuk na duhet t'i çoj tek storage që kemi poshtë, që t'liroj sa më shumë vend këtu, se janë shumë gjëra. Edhe kështu,
që nga mirë ta bësh pushim nga puna. Bleva diçka për të ngrënë, se u bëm vonë sot, nuk hangra gjë në shtëpi. Edhe të mbarojnë këta, edhe më duhet një kafe, se s'kam pirë sot, e pastaj do më kapi koka pas dite. Aty të regoj një qikës edhe balkonin. Një nga dhomët e gjumit ka pamje balkonin. Besoj që më tjetë Alinës, se është pak e vogël si dhomë, po më pëlqen që ka diell. Është gjëja më e mirë. Ndërkohë, pema e vitit të ri që do ta vendosim prap. Edhe 1 milion gjërat që kemi sjell. O, çfarë dielli, dua vetëm të mbyll sytë dhe ta shijoj. Edhe sot unë solla ring lightin me vete që të mos më prishet kur ta sjellin. Po, okej, në dimër duhet, ose në darkë, po gjatë ditës shikoni çfarë drite, domethënë, super. Sollën valigjet mbrëm, dhe shqyr zotit i ka zbrazur Erioni një 4 copë të mdha, edhe i solli prap që të mund t'i mbush me gjërat ose të mos kemi shumë çanta të vogla për shembull. Edhe gjëja më e mirë që bëra unë sot është që mora metrin me vete, që të mas pak vendin sa është soba që mund vendoset aty, edhe pak dritaret, edhe të shikoj nëse bëjnë ato perdet që ne kemi. Por, sa shkoj ora? Ora 9:20 dhe s'kam bërë asgjë, vetëm po eci nëpër shtëpi, po rrotullohem kot. Edhe një sneak peek nga kuzhina. Kuzhina s'ka nevojë as për lyerje asgjë, por kam përshtypjen që do jetë vendi im i preferuar që të gatuaj, të bëj kafen. Edhe nuk e di, thjesht që ka dritë, domethënë e adhuroj. Edhe zot faleminderit që kemi shëndetin, edhe që u afruam më afër siç donim. O, çulodha, domethënë jam kazandisur në një gjendje, por kështu pak nga pak arrita t'i bëj disa gjëra. Edhe librat këtu i kam lënë te dritarja, se ka goxha vend këtu për momentin, që ta di ku janë gjërat. Edhe pastaj janë shumë rroba akoma. Kam mbushur një valigje me rroba, gjëra vere, kështu që s'përdoren ta zbres poshtë. Edhe i kam larë 2 dhomat, 2 shemet, që të shtrojmë dhe një gjë. Po vdes për një kafe, po duhet 3 derisa të vinë ata. Shpresoj që të vinë, se kam marrë ditën pushim vetëm që të vinë ata të gazit, se nuk e di ç'a duhet të rregullojnë, se nuk ka ujë të ngrohtë. Ndiset ai boiler, po nuk e di ç'a duhet bëjnë. Është dhe një tjetër, po s'po dia ta ndisja. Ose duhet bëjnë ndonjë gjë ekstra, se kam iden. Anyway, po thuajse sprita poshtë. Janë këto si magazina, si thuen në Shqip. Edhe mund të dalësh edhe këtej lejnë bicikleta në fakt jashtë. Edhe nuk e di që është ajo aty, se nuk di akoma ku janë veturinat. Po do hap këtë që të fus të valigjen edhe këtë çantë. Edhe ta pastroj pak. Dhe ja, ku jemi? Po, nuk i tregoj të thënë të kështu. Do me thënë, ju nuk i tregoj dot, se në një problem, po nuk i shikoj dot vetëm, duket se njëri, nga që e kam dëmtuar, nuk e di, e kam vrarë, që është kjo të cepi, duket si e qarë. Anyway, ja ku jam, po thoja, me pijama tek shtëpia e re. Do me thënë, jo të shtëpia ku ishim, të shtëpia ku jemi shvendosur. Tani është ora 11:20, edhe jam shumë përgjumshëm, po shumë ama, edhe shumë e lodhur, edhe i kemi transferuar të gjitha gjërat. Nesër do shkojmë që të lejmë qelsat atje, edhe
Shikoj edhe një gjë të vogël që mund të jetë, nuk e di. Ka ndihmuar një shoku vet Erionin me makinë për të sjellë gjërat, për t'i ngritur lart. Edhe ka edhe 2 çuna, Aureli u knaq me të drejtën edhe Alina, po jo që u lodha, po nuk e di, unë kam kështu kur më kalon ora 8 e darkës edhe nuk jam qetësi, sidomos kur kam një ditë të gjatë, ndihem shumë e lodhur. Po gjuna se më ndetën shumë mirë, domethënë. I nxora pak për të ecur, ju tregova pemën e Krishtlindjeve atje kur rinim ne, te rruga domethënë, një kish shumë të madhe që kemi shumë afër, shkuam në supermarket, blen, morëm ato night vision goggles që kishte Roeli. Hajt më di si kaluam kohën, por këtu te shtëpia s'kishin ç'a bën pastaj, lozën sa lozën iPad, pan pak video, edhe kështu që po rinin me mua, se mami vet punonte, edhe ai shoku vet ndihmoi Erionin, edhe i kanë sjell të gjitha gjërat. Tani Roelin Alinën i ka zënë gjumi direkt. I kam rregulluar, gjëja e parë që bëra, i rregullova krevatët, vura çarçafet e ri, të larë, të ri, se i kisha lënë gati, kostumin e gjumit edhe janë në gjumë. Kur shikoj sa gjëra janë për të sistemuar, o zot, por jam shumë e lumtur dhe shumë falenderuese sepse më pëlqen shumë shtëpia, ndryshe nga ajo ku ishim. Edhe është edhe shumë afër me punën, është zonë shumë e mirë, besoj e kam thënë edhe ndonjë filmin tjetër, as unë mbaj mend çka kam filmuar. Edhe kështu thjesht janë shumë gjëra për të sistemuar. Tani unë po të ulem, nuk është se do flej direkt, sepse nesër kam shumë për të bërë. Kështu që do merrem pak me kuzhinën, që nesër të sistemoj pak rrobat për javën, të paktën uniformat e shkollës edhe rrobat që veshim ne çdo ditë, që të kem kohë gjatë javës pastaj për të bërë akoma më shumë sistemime, të paktën të heq gjërat që duhet të çoj poshtë, skuter e gjëra kështu, që me qëra llafi edhe biçikletën e Roelit, apo do e ken lënë poshtë, nuk e di. Anyway, mund ta marrim dhe nesër, se Çelsat, nesër është e diel, Çelsat ne mund t'i dorëzojmë dhe të hënën atje, por nuk donim të shkonim të hënën, sepse jemi në punë. Kështu që, jep, të filloj me kuzhinën. A doni të shikoni çfarë rëmuje është? Doni të shikoni? Kush nuk e ka qef rëmuje të mbësit? Sot i madhe. Tu është lavatriçja që duhet montohet, por që na duheshin ca pinca më të mëdha nga ca që kemi ne, nuk e di. E në gjithandej, frigoriferin nuk do ta vëmë në punë sonte sepse është rënditur, kështu na tha ai, nesër. Në mëngjes do ta vë në punë, kështu që mund të jap një dorë pastrim tani. Edhe tharsen e rrobave, nuk e di akoma ku do e vendosim. Shikoj për ndonjë prizë këtej ose në ndonjë nga dhomat e gjumit, jo, nuk e di. Ta shikojmë. Edhe kështu. Edhe pijamat e mia, edhe kroksat fake, si thot Roheli, që nuk kombinojnë me pijamat, por për momentin janë okay. Tani injorojeni gjendjen time, këtë jo vetëm sot, po këto kohë domethënë. Ka lezet, se kam ku të vendos telefonin tamam tani, edhe ka dritë, edhe ajo ngjyra që kishte shtëpia, domethënë si ngjyrë pana, lyerja, po them. Tani e kuptoj, kur e shikoj bardh, që ma ka shpifur ajo ngjyra pana. Nuk e di kush e bën ngjyrë pana, po do një mobilim shumë cute, shumë minimalist, do thyerje shumë të kujdesshme, edhe nuk është se më pëlqente. Kështu që kështu që do kem dritë tani, do kem ku të vendos telefonin, rehat, edhe ju flas kështu nëpër shtëpi, vërdallisem, bëj punët e mia. Do laj patjetër ekspresin sonte që të bëjmë një kafe nesër në mëngjes. Edhe do sistemoj qa të mundem.
kam bërë goxha, por nuk mbaro kërkan kurrë. Kështu që do filloj me punët. Tani gjendja është kjo për momentin. Kam larë jo çdo gjë të mundshme, shumicën e gjërave, edhe atë tenxherën slow cooker, edhe tostierën, tigan, ekspres, gjitha vazot, edhe këto mikserin e kafes, shtrydhësën e frutave, blender, shumë gjëra kam larë. Edhe them tani që të kaloj nga kjo pjesa këtej, dua të pastroj ekspresin edhe frigoriferin që ta kem gati për nesër. Ta ndez në mëngjes sa të zgjohem se duhet bëjmë shopping që ta mbushim, po edhe ato gjërat që janë për frigorifer nuk e dia do bëjnë më, do mundohemi të konsumojmë një pjesë të madhe të atyre, kështu që jep. Jam e lumtur me kaq sa bëra, edhe kam sistem. Mbase doja ndryshoj vendet, edhe raftet pak a shumë, edhe kam gjëra akoma të panxjera, edhe raftet poshtë, grosh patjetër, edhe ka prap, ndërsa këtej, se kam çanta të pa boshatisura, kështu që të mbushen këto, do them, ku t'i vendos të tjerat. 12:07, wow. Dua që ta mbaroj dhe ekspresin, edhe frigoriferin, edhe pastaj, anyway, e diel është nesër, nuk është do zgjohem kështu me shpejtësi, me ngut. Po përdor për pastrim pishamet e rejlit, se nuk i bëjnë më. Ju kam marrë të tjerat, duket se ja kam treguar te video. Kështu që po i përdorja për pastrim, sepse janë pambuk, edhe pastrojnë shumë mirë këto sipërfaqet. Këtu nuk është se ka shumë nevojë për pastrim, gjithsesi një leck kalohet. Ndërsa atyre tenxhereve dhe mikserat gjithë i kam larë dhe kabullat, inshallah nuk i kam prishur. Për shembull ekspresin e pastroj goxha shpesh, megjithse javën e fundit nuk e kam pastruar. Po më duket sikur po shoh më mirë këtu, nuk e di. Edhe nuk e di, ajo ngjyra bezh e murit, bezh tamam. Pana, nuk e di, më pas ka verbuar. Kështu që duket sikur po pastroj më mirë realisht. Nuk dua ta shikoj atë ngjyrë. Është shumë e çuditshme sepse për shembull mobiljet e babi, kuzhina është ngjyrë pana, po mbase ka thyrjen shumë të bukur me parketin, ose nuk e di, më pëlqen atje. Kurse pana që kishte muri, nuk e di, nejse, ju vëzdisa dhe juve, iku ajo tani, për të hequr scale, ndryshk që quhet ajo që mund të kalkare, as kjo nuk është fjalë shqip, nga kjo thot që është për të gjitha, i ka këtu mbrapa, është për kettle, ekspres, hekurosje, për dushin, ja ku i ka dhe figurat këtu. Të gjitha, edhe do ta provoj nesër, sepse
ky ekspresi më thënë drejtën i ka lekët halal që është 7 vjeçar, ka i thuar nga Greqia, Shqipëria antik. Edhe pas ka me qese të ndara. Që nga uj, dhe më thënë që nga i lëngshëm, jo pluhur. Jo, nuk, po thoja do zoti kam kohë. Nuk kam si shkoj në punë me këto thojnë të anën. Kështu që... Wow. Nesër duhet se s'bën t'i bëj, nga që do i bëj me tipsa, do më marrin shumë kohë. Kështu që ka mundësi t'i bëj në dark në këtë kohën që unë tani po sistemoj. Do t'i bëj në dark sepse nuk kam zgjidhje tjetër, nuk është puna që nuk shkoj dot në punë, se punë e madhe, por unë e dini ju që më ndiqni gjithmonë, nuk i mbaj dot thënë kështu, nuk i shikoj dot. Kam filluar t'i ha, nuk i shikoj dot kështu, edhe më janë prishur nga që kam pastruar, paketuar, kryer, nuk e di. Tani unë po e bëj këtë sepse thot që duhet pastaj ta zbraz 2 herë atë me ujë. Pas ka një aromë të shpifur. Edhe, unë do ta ndes. Edhe do ta bëj deri tek gjysma. E kam mbushur gjysmën me ujë, do ta bëj deri tek gjysma, do ta lej 6 minuta, do ta bëj gjysmën tjetër. Pastaj do e bëj vetëm me ujë një 2 herë, kështu që t'jetë gati për nesër në mëngjes. Kështu e bëri ujin, zakonisht e bën dhe kur e bëj vetëm me ujë, pa atë, por të shikoj pastaj pas 6 minutave. Tani i kam pastruar të gjitha, edhe janë gati, i kam vendosur kështu, nuk më pëlqen shumë të stjera aty, po në ndonjë moment tjetër mund të ndryshoj. Edhe ajo shtrydhësia portokalleve atje mund ta ndryshoj prap, por për momentin janë kështu. Dhe presupozohet që këtu të vendoset fura soba. Kështu që mbarova me këtë për momentin, do montojmë lavatriçën nesër aty. Edhe kështu. Është ora 1:30. Edhe nuk është se po më flihet gjumë, por e di që duhet të flej, sepse kam një ditë të gjatë nesër. Por jam e lumtur që mbarova pjesën më të madhe të gjërave të kuzhina. Mbase shkoj bëj pak shopping për që të mbush dhe frigoriferin nesër në mëngjes. Edhe se pjesa tjetër doj kohë. Por të paktën kuzhina është në rregull, krevatët janë në rregull, kështu që i ka të flej se diqa. Are you happy? Maybe cut? Okay, me qësë që dhe ti. Cut? Po, are you happy, Alina? Shumë. Që ke flejtë edhe ma jote vetë. Si një gotë se madhe. Ta puq faqen. Është bët shumë. Prit, lërë aty se e marun tani. Thank you. No, Mom, someone gonna live in our house. No. In the house that we just left. Po. Dikush tjetër. Sa bukur. Erdhen për ushqim. Let's take a step. Mos I tremb, të lutem. Alina, mos I tremb. I'm so freak when they fly in a group next to me. It's okay. They even put sunflowers up. It's not even summer. It's winter. I kam hapur gjërat këtu në tokë, kirurgjia e thonjë dhe quajnë. Dhe nga që unë I kisha masakruar, ishin realisht shumë të vogla, kështu që më desh t'i vendosja tipsa, se unë nuk
Jo që nuk I mbaj dot, po më pëlqen të kem pak gjatësi. Por jo kaq, nuk po I komandoj dot. Kështu që edhe kjo është gjendja e thonjve, kaq është gjatësia që dua unë të me thënë. Mirë mëngjes nga palukët që do t'i rrotulloj brasa të mbrëm, edhe do I bëj një pjesë tosti me qenë s'qa po bëjnë ato ndër të ti shërë, me siguri dhe po po flasë, sigur jam duke folur me vetën. Unë që thoni ju, injorojni atë se do lyhet, e vura pemën e Krishtlindjeve prap. Më duket se e kam zbukuruar dhe I kam vendosur dritat pak më mirë, po e vura. Do vendos dhe zbukurimet e tjera që të kemi den paka shumë se ku do jenë, ndërsa librat janë akoma aty ku kanë qenë. Kemi vënë pak muzikë Krishtlindje të dëgjojnë, edhe prap I kanë luftrat e veta. Është super shi sot. Mos të dalësh nga shtëpia. Once upon a time in Nazareth, there was a lady called Mary. She lived with her husband Joseph. One day when Mary's in her garden, a beautiful... Kam ardhur në shtëpi edhe gjeta gjithë to pakot të dera që duhet t'i hapet, shikoj se nuk mbaj mend çka kam porositur. Edhe gjëra për shtëpinë, domethënë, po duhet t'i shikoj. Mbase do t'ja tregoj kur t'i vendos në përvende, nuk e di se janë shumë gjëra. Kjo është për të varur gjërat në korridor ose të njëra nga dhomat, se korridori mbase është I ngushtë. Kpucë, çanta, gjëra të përditshme, domethënë. Nuk e di po do e montojmë dot sonte, po duke parë duke bërë. Kam marrë këtë, po e mbani mend që kisha marrë një make-up organizer të vogël, organizues make-upi. Edhe në sekancë ja. Edhe ishte thyer receti, kështu që e ktheva atë dhe kam marrë këtë, që praktikisht mund ta përdor edhe për gjërat e tjera me sa shikoj. Ka këto që janë kështu si syrtar. Se më vonë base marrë një tavolinë kështu për make-up, po për momentin e kam goxha mirë këtu t'i organizoj gjërat, edhe e di që kam çdo gjë këtu, se I kam të shpërndara gjithandej. Kisha marrë një pako të dikujt tjetër dhe gabimisht e hapa, por edhe një pakon time e kishte hapur dikush tjetër, kështu që nuk e di, do I shkruaj në një letër dhe I them fal ose thjesht do ja le aty, nuk e di. Po thoja qa është kjo, domethënë kaq e madhe. Është kosh për mbeturinat. Okej, për kuzhinën duhet, se realisht çdo ditë ecim me një qese të zezë të madhe, por nuk e dija që do ishte kaq I madh. Nuk e di, ta shikoj dhe Erioni dhe mbase e kthejmë. Nuk e di, ta vendos njërë të kuzhina ta shikoj si duket. Është, këtu nuk duket shumë I madh. Nuk e di. Do ta mendojmë, unë e vendosa qesën që ta shikojmë po qëndron, si duket domethënë, po i le kështu një herë, pastaj e vendosim.
Marushat Roeli. Edhe ja ka zënë vendin Elfi. Është ullur po shef televizor. Edhe ja ka hedhur këshu gjast me në përvënd. Noti Elf. Jam këtu të shtëpia që në orën 12. Edhe është ora 2. Do me thënë, nëse ndonjëri ka qef bëhet elektricist ose nga këta punonjësit e gazit, mund të bëjeni kur të doni, realisht se nuk marrin vesh ka asnjë gjë. Të shehodha kafen pa filçanin. Dhe akoma s'kam hequr as këtë, se në mendje që do shkoja te puna prap, po që nuk do shkoj dot. I marrën telefon të tregoj, sepse zotëria që erdhi këtu, ndojës televizori, thash që po bënte kështu. Bëra dhe një kafe tjetër se as pushimin se kam bërë sot. Ndërkohë është një diell të paktën që të kënaq shpirtin. Edhe ky erdhi për të rregulluar. E kam lënë dhe derën hapur. Se s'priti që të presi poshtë kolegun e vet. Erdhi për të rregulluar boilerin që furnizon për të ndezur ngrofësat edhe ujin e ngrohtë për dushin. E tha që nuk ka kabull, tha. Kabulli që shikojon që shkon te ky boiler e kanë futur në mur me pllaka. Thash, no way. Hajde tani të prishet gjithë kuzhinat, nxjerrin atë. Me kë nuk foli në telefon, sepse janë veçmas këta të gazit, veçmas elektricistët dhe nuk lejohet të prekin kabulla që nuk janë elektrik ose gazit të gazit për shembull. Nejse i marrën telefon prap, sollën elektricistin dhe ja shpjegoi, ishte djalë i ri, shkreti ai. Edhe ky tjetri, edhe ja shpjegoi që e kemi hequr atë kabullin sepse kemi bërë 2 opsione, ose e ke afër kësaj ose e ke me çelësin lart, i dërgoi dhe kabullat. Dhe ngeli ky pastaj sepse ishte daltonik, që nuk njeh ngjyrat. Edhe tha, jam personi më i keq për ta bërë këtë sepse nuk njeh ngjyrat dhe nuk lidh dot kabullat. Edhe unë i thash, po ne na kishin lënë takim me elektricistin sot, ti nuk je elektricist. Jo, tha, jam inxhinier, por jo elektricist. Mori, nejse, u treguaj mirë i shkreti se ju tha atyre që ka fëmijë shumë të vegjël, unë i thash 5 dhe 7, 2 dhe 3, ju tha ai, që qas me ta bëjnë më shpejt. Edhe unë kur e ndeza të ngrofësën, se hajmët. Hajde, nga flas një gjë, ndodh një gjë andej dhe duhet të ndroj muhabet. Edhe po pret kolegun e vet që në vit i bëj dhe i thash, duhet nuk iki pa e bërë sot, se pastaj hajde të merrem me kompaninë telefon që të lejnë booking pas ca ditësh, nuk e di. Se po thoshte mund të vi kur të doni, përveç se të premten, i thash, fal, po dua të mbaroj punë sot. Se edhe nga shkolla nuk marr dot më leje, se lash nam tani, edhe për kolegët më erdhi shumë gjëna, se shumë ndryshe kur mungon një person i stafit, edhe nëse të sjellin dikë tjetër për të ndihmuar, është shumë ndryshe sepse tjetër gjë kur i di gjëra dikush që është çdo ditë aty, tjetër dikush që nuk i di. Anyway, do pres këtu tani. Ati bën një 20 minuta rruga që të vi. Do zoti e rregullon shpejt, se tha 10 minuta punë ka. Do i provoj gjithë kaloriferët e tushin. Edhe i bie që të shkoj fiks vetëm për të marrë Roelin dhe Alinën, megjithëse më tha kolega ime të sjellun deri te shtëpia. Kam koleget më të mira në botë. Jam shumë e fatë realisht. Ndërkohë, shikoni pak sa bukur i ka rënë drita e diellit pemës. E adhuroj. Edhe pse është pa drita. I want to stay without your hand. I want to try. Careful. They're so cute.
He said I'm on his naughty list and I'm not. Kush është në naughty list? Christmas Day, Smoothie Day, Grinch Day.